Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar të martën një deklaratë trepalshe për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Nënshkrimi i këtij memorandumi u bë në Shqipëri, ku ministri i mbrojtjes i këtij vendi, Pirro Vengu, me nderime të larta ushtarake priti homologët nga Kosova e Kroacia, Ejup Maqedonci dhe Ivan Anušić. E pas nënshkrimit të deklaratës në një konferencë të 3 ministrave, Maqedonci tha se me këtë nuk synohet të kërcënohet ndonjë vend. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk do të jetë asnjë rast kërcënimi i askujt, mirë po gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që 3 vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. E ministri kroat Anušić tha se deklarata vë theksin për bashkëpunimin në industrinë ushtarake. Kemi marrë vendimin që të kemi një bashkëpunim ndërmjet 3 shteteve. Një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi i dhënies së ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit dhe përmbushjes së marrëveshjeve që kemi pasur deri tani, që janë të nivelit të lartë, por këto tani duam t'i përmirësojmë dhe fuqizojmë dhe të ndajmë eksperiencën tonë. Ministri Vengu u shpreh se përpos industrisë ushtarake, deklarata thekson edhe bashkëpunimin në stërvitje dhe modernizim të kapaciteteve. Shtoi se Shqipëria e Kosova kanë çfarë të mësojnë nga Kroacia në fushën e mbrojtjes. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që 3 vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes së industrisë ushtarake, në nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkëpunojmë edhe më thellë, edhe më gjerë. Kjo aleancë, pos të tjera, qëllim ka edhe kundërveprimin ndaj kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë strategjike, ofrimin e mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale. Sipas nënshkruesve, deklarata lë mundësinë që edhe vendet e tjera të bashkohen, teksa është bërë ditur se ftesë ka marrë Bullgaria. Kroacia dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s.